Ja gjithçka që ndodhi në ditëlindjen e Sarës, nga urimi dhe dhuratë e Drilonit deri ke zënkat midis vullnetit e Atillës. Ja çfarë ndodhi. Sara Kolami ka pranuar një urim të veçantë, teksa ka pasur ditëlindjen e saj e një moment i veçantë ka ardhur nga Drilon Rama. Të dy ish konkurrentët e Big Brother VIP të jetë të komentuar për raportin midis tyre. U panë edhe mbrëmë të festonin bashkë me të ftuarit e tjerë. Driloni dedikoi një urim Sarës si fillim, duke ndarë imazhe nga festa e mbrëmshme, duke i shkruar: "Gëzuar ditëlindjen o zog i klasit të lartë." Një shkroje i ka shi fotografive, teksa dyshja nuk e kanë specifikuar relacionin e tyre, edhe pse në media po përflitet se dyshja janë në një lidhje. E pas ditëlindjes, si për ta përforcuar këtë, dyshja janë arratisur së bashku, teksa fotot e videot nga Bregdeti shqiptar që kanë bërë xhiro në rrjetet sociale kanë qenë në të njëjtin vend dhe në të njëjtin balkon. Duket se kjo ka ngjallur kuriozitet te fansat e tyre, nëse do ta pranojnë dhe do të ndajnë me ndjekësit të vërtetën e tyre. Por edhe do dhije të mira ka ndodhur në ditëlindjen e kësaj të fundit. Me rastin e kësaj date të veçantë, ai organizoi një festë ku në Tiranë nuk munguan edhe banorë të tjerë nga kasti Big Brother VIP Kosova. Brenda festës së Sarës ishte edhe Rovena dhe Atilla. Prania e Atillës duket se ka penguar vullnetin, i cili brenda shtëpisë ishte shok i ngushtë me Sarën, teksa i ka shkruar duke i ngjitur disa emoji me të vjella në rrjetin e tij social ku shkruan: "Unfollow, qa pash mas asaj ditëlindje." Ishte reagimi thumbues për ditëlindjen e Sarës, teksa pas kësaj ka ardhur edhe reagimi shokut të ngushtë të Sarës, Eni Bitri, teksa sipas tij, Sara nuk ka qenë në dieni që Atilla do marrë pjesë në festën e ditëlindjes, por ka ardhur si i ftuar në krah të Rovenës, teksa ka sqaruar: "Sa për të sqaruar diçka, Atilla ka qenë +1 i Rovenës. Sara nuk e ka ditur që ai do jetë prezent." Ka shkruar ai, ndërkohë që rreth kësaj nuk ka pasur akoma reagim as nga Rovena as nga Atilla. Një gjë është e sigurt që prania e Atillës e bëri që vullneti të eliminojë Sarën nga lista e personave dhe ndjekësve në media sociale.